thjeshtojmë së bashku shprehjen. Për të thjeshtuar këtë shprehje, ju të zbatoni veti në lidhje me fuqin, për shembull a në fuqi minus n është e barabartë me 1 për mbi a në fuqi n, gjithashtu do zbatoni veti të prodhimit të thyesave të pjesëtimit të thyesave. Për shembull a për mbi b është e barabartë me a pjesëtuar për b. Në qoftë se keni a për mbi b pjesëtuar për c për mbi d, atëherë kjo do ishte e barabartë me a për mbi b që shumëzon d për mbi c. Gjithashtu jemi tek prodhimi i thyesave që a për mbi b që shumëzon c për mbi d është e barabartë me a herë c për mbi b herë d. Gjithashtu ju do kryeni edhe thjeshtime të gjymtyreve të njëjta. Atëherë fillojmë. E para do shkruhet 1 për mbi, më falni, jo këtu kjo, 1 për mbi 10 në fuqi të 2, që shumëzon 6 në fuqi të 3 dhe 4 në fuqi të parë. Për mbi 1 për mbi 12 në fuqi të 3, që shumëzon 8 në fuqi të 2, që shumëzon 10 në fuqi të 3. E gjitha kjo do ishte e barabartë me. E vendosim këtë të parën, pra zbatojmë këtë veti që a për mbi b është e barabartë me a pjesëtuar për b dhe do vendosim këtu shenjën e pjesëtimit. Atëherë kemi thyes në njërin anë, thyes në anën tjetër. Gjymtyri i parë 1 për mbi 10 në katror, që shumëzon 6 në fuqi të 3, që shumëzon 4. E dyta është 1 për mbi 12 në fuqi të 3, që shumëzon 8 në katror, që shumëzon 10 në fuqi të 3. Thamë që kur pjesëtoj dy thyesa, shumëzoj të parën me të thyesin e përmbysur të dytës. Atëherë 1 për mbi, pra është kjo vetia këtu, a për mbi b, d, që për mbi c. Atëherë e para pra do jetë siç është, që shumëzon tani të anasjellët me të dytës, pra thyesën e përmbysur 12 në fuqi të 3, që shumëzon 8 në fuqi të 2, që shumëzon 10 në fuqi të 3 për mbi 1. Shumëzojmë dy thyesa tani, pra a herë c b herë d, pra 1 herë këtë dhe këtë, atëherë do marrim që 12 në fuqi të 3, që shumëzon 8 në fuqi të 2, që shumëzon 10 në fuqi të 3 për mbi 10 në fuqi të 2, që shumëzon 6 në fuqi të 3, që shumëzon 4. Atëherë është e barabartë me. Çfarë do mundoheni? Do mundoheni tani të shprehni në prodhim faktorësh dy numrat lart, në mënyrë që ato të thjeshtohen me dy numrat poshtë. Këtu kemi një thjeshtim 10 në katror me 10 në fuqi të 3 dhe mbetet këtu një 10. Atëherë po shkruajmë në fund që shumëzon 8 do ta shkruajmë si 2 në katror herë 4 në katror dhe 12 do ta shkruajmë si prodhimi 2 në fuqi të 3 që shumëzon 6 në fuqi të 3. Te këto të dyja përdorim vetin a herë b e gjitha në fuqi n është e barabartë me a fuqi n që shumëzon b në fuqi n. Pra në qoftë se ne shkruajmë 12 në fuqi të 3, atëherë 12 e shkruaj si 2 herë 6, atëherë 2 do jetë në fuqi të 3 edhe 6 në fuqi të 3. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe me 8. Pra 8 e shkruaj si 2 herë 4 dhe 2 në fuqi të 2 dhe 4 në fuqi të 2. E gjitha kjo për mbi. Këtu tani më mbetet 6 në fuqi të 3 që shumëzon edhe një 4. Atëherë është barabartë me 6 në fuqi të 3 me 6 në fuqi të 3 thjeshtohet. 4 me 4 thjeshtohet. Atëherë ajo çfarë në mbetet është 2 në fuqi të 3 që shumëzon 4 në fuqi të 2 që shumëzon 10. Atëherë është e barabartë me 2 në fuqi të 3 ju jep 8, pra shkruhet 2 herë 2 herë 2, 2 herë 2 4 herë 2 8. 4 në fuqi të 2 shkruhet 4 herë 4 16 herë edhe 10. Tani 8 herë 16 është e barabartë me 8 herë 10 80, 8 herë 6 48, 48 dhe 80 128 herë 10. Atëherë është e barabartë me 1, 2, 8 edhe 0, pra 1280.
Edhe një herë pra 16 herë 8 e shumozoni 16 herë 8 e shumozoni duke kryer veprimin në shtyllë. Që mos ju ngataroj kjo metoda që ju thash unë ndarja në 2 pjesë të 16-s, atë 16 herë 8. 8 herë 6 48, 4 këtu, 8 herë 1 8 edhe 4 12. Pra doli 128. 128 herë 10 do japi 1280. Pra, si që shikoni një ushtrim I tillë në provimet e fundvitit të maturave shtetërore, qoftë për klasat e 9 apo për klasat e 12 është një ushtrim I cili vlerësohet me 3 pikë. Por që të zgjidhesh këtë ushtrim, ti duhet të mësosh veti të tilla, të cilat do të shërbejnë në arritjen e rezultatit të dëshiruar. Ju falenderoj nga zemra që më ndiqni. Nëse mendoni këto ushtrime mund të ndihmojnë një mikun tuaj, atëherë jeni të lutur të shpërndani këtë me miqtë tuaj.